Mirë, për të folur më gjërësisht rreth operacionit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvilluan për kapjen e presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro, por edhe për përballjen e tij në gjykatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë do të zhvilloj një bisedë në këto momente me dy analistë, pikërisht me zotin Vudi Gjymshitit, cilin e kam në studio. Mirë se erdhe. Dhe gjithashtu në lidhje të drejt për drejt do të kem analistin Erdogan Shqipoli. Përshëndetje, zoti Shqipoli, të falenderoj që je së bashku me ne në MCN. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, po nis me zotin Gjymshitit, cilin e kam edhe në studio. Zoti Gjymshiti, si e pat aksionin e Shteteve të Bashkuara në Venezuelë dhe gjithashtu edhe kapjen e Maduros me vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Në sy të ligjeve ndërkombëtare është ndërhyrje një shtet tjetër, një shtet sovran. Por në situatën një realiteti tjetër, nga retorika edhe reagimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shqetësimit të tyre se ka një shtet i cili është duke udhëhequr nga një kartel droge, të cilat produkte janë duke eksportuar ekskluzivisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë argumentueshëm mund të konsiderohet se edhe zoti Maduro ka ndërhyrë dhe ka thyer ligjin ndërkombëtar duke eksportuar në mënyrë të paligjshme një produkt i cili e dëmton gjeneratat e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me të drejtë presidenti Trump ka vendosur që të bëjë një ndërhyrje të tillë. Kemi një situatë ku kemi thyrje të ligjeve ndërkombëtare paraprakisht nga Venezuela, duke qenë se ka eksportuar në mënyrë të paligjshme produkte të cilat e kanë dëmtuar gjithë gjeneratën amerikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me të drejtë presidenti Trump është përpjekur në forma diplomatike që t'i rregullojë këtë çështje dhe me sa duket zoti Maduro nuk ka qenë interesuar. Duke qenë se nuk ka qenë interesuar, të është bërë një lloj konsensusi edhe me opozitën politike madje jo vetëm narkotike, por edhe të armëve. Ka akuza. Është bërë domethënë një konsensus paraprak edhe me opozitën politike në Venezuelë, duke qenë se Venezuela është udhëhequr nga një sistem i hartuar si sistem diktatorial i udhëhequr nga zoti Maduro. Rrjedhimisht presidenti Trump ka bërë një çlirimin e Venezuelës nga një diktaturë shumë vjeçare, dy parandalimin apo mbrojtjen e qytetarëve amerikanë nga një regjim i cili në formë primare ka eksportuar drogë në forma të paligjshme duke e dëmtuar qytetarën amerikan. Dhe kjo është arsyeja që mund të justifikohet pavarësisht të përderisa në letër është e kuptueshëm, është thyrje e ligjeve nga ana ndërhyrjes së Washingtonit zyrtar. Mirë, po në realitet tereni duket se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë pasur zgjidhje tjetër pas atë që e kanë bërë. Zoti Gjymshiti, reagime kemi pasur në fakt edhe nga krerët e shtetit në Kosovë apo edhe në Serbi. Në fakt, do doja një koment për qëndrimin e tyre dhe si është e mundur që nuk kemi një reagim nga shteti shqiptar. Në fakt, ka pasur më konkretisht një deklarat nga ministri i jashtme Spiro Pali, por në nivel, do të mjaftohemi me këtë nivel, pra në nivel ministri, apo do të kishim një qëndrim politik edhe më lart, pra nga qoftë nga presidenti apo nga kryeministri. Përderisa reagimi i Republikës Kosovës në emër të kryeministit të detyrës zotit Albin Kurti është ardhur i qartë, është i rrështuar qartë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne kemi një reagim të çuditshëm, por të pritshëm në sajt e vëzhgimeve tona editoriale të Shqipërisë zyrtare. Është një reagim sikur i sinkronizuar me Beogradin zyrtar, sepse edhe Beogradi zyrtar ka një reagim të kësaj natyre çfarë Tirana zyrtare e ka deklaruar publikisht. Mirë, po arsyet prapa këtyre reagimeve disi të tërhequra, disi të neutralizuara, ka të bëjë pikërisht me faktin që kryeministri Rama dhe presidenti Vučić janë të trishtuar nga një politike jashtme e presidentit Trump, sepse si që kemi rastin e konfirmuar që në maj të vitit kaluar dhe në shtator gjithashtu të vitit kaluar, në dy përpjekje të ndara të presidentit Serbisë zotit Vučić për të takuar dhe fotografuar me presidentin Trump, kanë dështuar sepse janë refuzuar nga shefi i shtabit presidentit Trump,
Pra, zoti Vučić nuk është i mirë se ardhur në Washingtonin zyrtarët në rreth ngushta politike të presidentit Trump, duke qenë se është njëri prej njerëzve i cili është duke hartuar strategji politike për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor, një përpjekje për të nxitur një kryengritje të armatosur për të prishur procesin e nisur të paqes, të përpjekjeve të presidentit Trump për të ruajtur paqen në Ballkanin Perëndimor. Kështu është situata edhe me kryeministin shqiptar Edi Rama, i cili në bashkërendim të plot me Beogradin zyrtar, në forma të ndarë dhe taktika të fshehura, por të dukshme nga redaksitë të ndryshme, është përpjekur të bashkërëndoj politika zyrtare të Tiranës zyrtare bashkë me Beogradin që të bëjë një destabilizim në Ballkanin Perëndimor, duke ndihmuar Beogradin zyrtare madje edhe të toleroj transportimin e armëve serbe nëpërmjet territorit shqiptar, sipas gjetjeve tona ulëmtuese të 1 dhjetorit të botuara në këtë vit, për të krijuar një lloj destabiliteti dhe kryengritje të armatosur në Republikën e Kosovës, pavarësisht faktit që Washingtoni zyrtar e ka futur në strategjinë kombëtare të sigurisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës idenë që e kundërshton çdo përpjekje apo çdo ide të ndryshimit të territoreve, qoftë aty të vijave territoriale, qoftë në formën administrative apo gjeografike në baza etnike. Ndërkohë që duket se kryeministri Rama bashkë me presidentin Vučić janë të këmbgulur në idet e vitit 2020 të tje për t'i dhënë, për t'a destabilizuar Kosovën dhe të coptuar atë. Që prej vjesë famshme të ndarjes të territoreve. Pikërisht ku dhe kulmoj me datën e 24 shtatorit e vitit 2023, ku Serbia zyrtare në formën e stilit të rus të aneksimit të Krimes e Ukrajinës, u përposht të aneksoj veriun e Republikës Kosovës të Mitrovicës, ku edhe vranë një polic shqiptar atje. Me që rast Shqipëria zyrtare, në vend që ti armatoste djemë dhe vajzat e saj dhe ti dërgon të nëndim në autoriteteve të Kosovës, kryeministri Rama doli dhe propozoi një lloj konferencë ndërkombëtare të paqes ku Prishtina zyrtare sipas tij do duhet ta pranonte një realitet të ri, një realitet për cilin duket se kryeministri Rama ishte informuar nga Beogradi zyrtar që kishte planifikuar për të aneksuar veriun e vendit dhe pastaj që detyronin Kosovën ta njihni një realitet si të tillë. Po fatmirësisht djemë dhe vajzat e Kosovës të armatosur dhe të autorizuar nga qeveria në Republikës Kosovës në Prishtinë, dolën atje dhe i shpartalluan bandat armatosura para ushtarake të Beogradit zyrtar dhe i zbrapsën. Tutje, kështu rezultoi që Kosova e rimori kontrollin e plot të territorit të vet. Këto janë arsye sipas jush të mosdaljes me një qendrim politik si të kryeministrit Rama apo edhe kreut shtetit mirë. Por ajo çfarë më la përshtypjen nga zoti Shqipoli, desha ta kercoj për publikun, nuk mendoj se është e drejtë që të krahasohet ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Venezuelë me situatën e vitit 1999, pasi që situata e intervenimit të NATO-s në ish Jugosllavinë atëhershme. Ne nuk kemi për të bërë replikë apo analizë, thjesht po. Vetëm ta kercojmë sepse është e rëndësishme që publiku ta ketë të qartë. Domethënë, intervenimi i NATO-s në Kosovë në vitin 1999 është bërë pas 10 viteve të plota të komunitetit ndërkombëtar që janë përpjekur ta bindin regjimin gjenocidal të Miloševićit se vrasja e civilëve të pafajshëm është e papranueshme me të bindur komunitetin ndërkombëtar se nuk mund ta bindin ndryshe. Miloševićin nuk ishte zgjidhje tjetër post të intervenojë për ta ndaluar një kampanjë gjenocidale të Serbisë e cila ishte duke ndodhur në Kosovë.